Ato që kapen për drogë nuk kapen të vërtetët, kapen ato të cilët i kapi fati në ato momente dhe arrestohen. Po bukën edhe gjërat ja çojnë familjarët, nuk ja çojnë bandat. Dhe në rast se kjo është një bandë e fuqishme që quhet, normalisht kjo u përça, do shkojë të bashkohet me bandë tjetër apo do të bëhet përsëri bandë e fortë, sepse është e fuqishme, kështu thanë. Pra do të thotë çfarë bërën? Bërën diçka, një show, çfarë të heqin vëmendjen e njerëzve të 83 mandate, të heqin vëmendjen e njerëzve tek zgjedhjet, vjedhjet dhe të japin tek njerëzit të kuptojnë që ne jemi këtu dhe normalisht ka një shpresë në fund të tunelit, që nuk ekziston, që këto zgjedhjet do të bëjnë patjetër një dështim në të ardhmen të kësaj qeverie, sepse ne do të arrestojmë. Zotëri, nesër shko arrestoj një politikan të Partisë Socialiste. Partia Socialiste po ka mundësi të shkon edhe 94 mandate. Pse 94? Se do të votoj parcelat e Tufinës dhe Sharrës në Tiranë dhe ku ekzistojnë parcela dhe Tufina dhe parcela mos them të vdekurish, do votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj çdo gjë që bëhet në këtë vend nuk bëhet ashtu siç duhet, dhe bëhet gjithmonë mbrapsht. Pse? Që të gëzohen disa individ dhe thënë punon, funksionon spaku, se po bën nami, po bën hatan, po i arreston gjithë. Po mirë, do më thuash ti mua, njerëzit që arrestohen në Shqipëri dhe pasi arrestohen dhe mbaron afati para burgimit dhe nuk gjehen prova, i ka kërkuar dikush nga spaku falje publike se janë arrestuar, degeneruar emri i tyre dhe normalisht atyre nuk i është gjetur asgjë dhe në fund fare nuk kanë thënë një falje publike për këto arrestime. Po jo, nuk them falje sepse faturën e pagojmë ne, qytetarët shqiptarë, sepse ai tjetër shkon edhe ankohet dhe thotë më keni marrë në burg kot. Prandaj këto operacione janë operacione thjesht statistikore, nuk sjellin asnjë rezultat konkret sepse krimi nuk është ai krimi që themi ne. E kalove maunën tani, po, prit se po të vëzhgojmë. Kaloj edhe maunën tjetër sepse duhet ta kap si provë. Jo, nuk e kalove kësaj radhe kaq, kaloj maunën e dytë sepse duhet tretën dhe katërën, pesë me radhë dhe pastaj kur të bindem unë që ti ke kaluar kaq ton në mënyrë ndërkombëtare, atëherë unë do të them tani çuna erdhi momenti t'ju ndaloj. Kjo quhet tallje, nuk quhet aksion. A fshihen politikan pas këtij rrjeti të trafikut të drogës, të cilët SPAK nuk i ka goditur, duke qenë se një aktivitet i tillë kriminal nuk mund të bëhet pa mbështetjen e politikanëve dhe zyrtarëve të shtetit? Shiko, zyrtarë të shtetit po. Tani janë politikan apo jo? Se unë për politikanët shqiptar kam një mendim tjetër. Politikan janë në mëngjes dhe biznesmen darke, këtë s'ma heq asnjëri mua nga media. Janë të përzierë. Po tani të jenë të përfshirë në drogë edhe në këto raste, çfarë të them tani, kam rezervat e mia. Po zyrtar të lartë në edhe politikan përfshi, po zyrtar të lartë të shtetit shqiptar edhe mund të jenë, pse mos të jenë, se ato derisa po marrin një rrogë Varfanjaku, normalisht investojnë më shumë për të mbi pasuruar. Varfanjaku me thënza, jo se është e vërtet kjo gjë. Por gjithsesi, edhe një shtesë të parave nuk është keq për disa individ të cilët investojnë për të mbi pasuruar në kurrizë të qytetarëve të tjerë. Ka raportime të caktuara në media që flasin të cilat flasin se flet arrestet janë prerë pra që në muajin shkurt, por arrestimet janë bërë pas zgjedhjeve. Si mendoni, pse ka ndodhur një gjë e tillë? Mbase nuk punon të printeri të SPAK-u edhe prandaj nuk u bë arrestimi i mundshëm dhe duhet se kishte edhe SPAK-u atë problemi me përgjimet, kishte atë problemin tjetër. Apo ishte për t'i dhënë një dorë Edi Ramës? Tani ishte dorë, tani edhe ti mos më bë pyetje tani mua për pyetje përgjigje bashkë, nuk bëhet kjo gjë, të lutem. Ishte pyetje suggestive, kështu që E të kuptova, po prandaj pyetja është e ka përgjigjen brenda. Po nuk na intereson në kjo gjë, di pse, sepse e vërteta është kaq dorë që mund t'i ketë dhënë SPAK-u Edi Ramës nuk mund të japi edhe Zoti një njeriu që është në momentin më të keq të jetës së tij. Prandaj Zoti Rama të lavdroi dhe të dashuroi jo vetëm godinën e SPAK-ut, për të gjithë nga SPAK-u, nga i pari deri tek i fundi, edhe mos ketë mbarim i fundi, por
ajo që unë mendoj është kjo që gjitha kjo që është bërë për Spakun, për Edi Ramën, për mënyrën se si ka vepruar dhe do të veproj, është thjesht diçka e cila mua nuk më bën të kem ndonjë mendim tjetër. Mendimi im që janë plepa dy dhe nuk do kem asnjë dyshim për ata që them që ata po bëjnë punën e shkëlqyer për interesin e vendit tonë. Unë jam i bindur që ata po punojnë për interesat e tyre të ngushta, për karriken e tyre dhe për asgjë më shumë. Qytetarët shqiptar thjesht të kënaqen për burgosjet e njerëzve, por e vërteta është që do dali, dhe e vërteta do dali me vonesë. Po e rëndësishme është që një ditë e vërteta del. Në këtë operacion, prokurori i përgjithshëm italian ka theksuar se kemi të bëjmë me një grup të fuqishëm kriminal që shtrihet përtej kufive deri në Amerikën e Jugut. Ju si mendoni sa i fuqishëm është ky grup kriminal dhe në përgjithësi mafia shqiptare, e cila njihet kryesisht që trafikon drogë nga Amerika e Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian? Të më vi mua një prokuror italian, të më thot mua që ne kemi bandit, dua ta pyes sa bandit ke ti si shtet italianët në shtetësi italiane. E më vjeti mua këtu në Shqipëri, më thot për banditët shqiptar. Unë e di që kodi penal nuk një shtetësi, po një vepër penale. Dhe kategorizimi i njerëzve, sa shqiptar që kanë të fuqishëm kriminal, nuk është krenari, është thjesht një do të thoya një gjë që bën një qytetar, pavarësisht se ka shtetësi shqiptare apo të huajnë. Për mua është një diskriminim për popullin shqiptar, merr në qafë njerëz të ndershëm, sepse shumica e qytetarëve shqiptar janë të ndershëm, dhe në Shqipëri dhe në Itali dhe në vende të botës, dhe nuk besoj se ka shqiptarë të cilët punojnë të gjithë ashtu siç mendon prokurori italian. Prokurori italian thjesht vjen statistika për të kënaqur vendin e vet dhe për të dhënë atë mesazhin tek vendi i tij që shqiptarët janë kriminala, ndërsa shqiptarët në Itali kanë lulëzuar me punë të ndershëm dhe jo brenda vendit të tij, po edhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Jo, e kishte fjalën që grupi në tërësi, pra, italian, shqiptar... Unë e di çfarë them, të gjithë këta, belgët, gjermanët, francezët, kanadezët, amerikanët, çfarë të duash ti shtet vendos, flasin për kartelet shqiptare, flasin për mafien shqiptare. Unë nuk mund të futem në këtë lojë, sepse për mua nuk ka rëndësi shtetësia, ka rëndësi personi që shkel veprën penale, pra bën veprën penale. Këto janë statistika për të kënaqur politikën e brendshme të një shtetit në politikat penale, që ai të gëzohet dhe thotë kaq kriminal shqiptar kemi, edhe nacionalistët atje thonë që kanë vetëm shqiptar hajtudët, ndërsa italianët janë të ndershëm. Thuj prokurorit që shko me në event tjetër, thuja. Se nuk thënë italianët, francezët, gjermanët, edhe vendosin shqiptarët.